Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Degradon debati mes Valbonës dhe Laertit, banorja e shtyn dhe fye në fytyrë. Në shtëpinë më të famshme në Shqipëri, tensionet mes banorëve Valbona dhe Laert kanë arritur kulmin. Gjatë spektaklit të së martës, Laerti shprehu dëshirën për të shkëputur nga aleanca me Valbonën dhe për të përballur në një televotim kok më kok. Kjo deklaratë e tij shkaktoi zemërim te Valbona, e cila e konsideroi veprimin e Laertit si tradhti, duke i quajtur të pafytyrë dhe tradhtar. Marrëdhënia mes Valbonës dhe Laertit ka qenë e ndërlikuar që nga fillimi. Fillimisht, Valbona ka pranuar se kishte një perceptim negativ për Laertin para hyrjes së tij në shtëpi, duke deklaruar se e kishte shumë antipati. Megjithatë, gjatë qëndrimit në shtëpi, ata krijuan një afrimitet dhe shprehën pëlqim reciprok. Ky zhvillim bëri që të arrijmë në këtë të papritur, që ishte dhe prishja e marrëdhënies së tyre. Ky incident ka nxitur diskutime të shumta brenda dhe jashtë shtëpisë, duke vënë pa dinamikat komplekse të marrëdhënieve mes banorëve dhe sfidat që ata përballojnë në këtë format televiziv.